Mirë se erdhët të dashur Luan në Letra Trefejnë, jam Diana dhe do bëjmë një mesazh për ju. Një mesazh për ju që është 4 të Rafaelit, quhet kjo letër, apo në këtë grup letrash. Në të ardhmen mund të futesh në një periudhë monotone, Luan, ose mërzitje, ku asgjë nuk të duket e mjaftueshëm, interesante apo e duhur. Mund të ndihesh sikur po pret diçka më të madhe, ndërkohë që po humbet mundësi reale para syve tu. Kjo letër në fakt tregon që emocionalisht mund të jesh I lodhur nga zhgënjimet e kaluara dhe për këtë arsye po mbyllesh ndaj gjërave të reja. Të gjithë kemi përjetuar zhgënjime, apo jo? Dhe të ngelemi të fokusohemi vetëm në ato çfarë jemi zhgënjur, çfarë ndodh me ne pastaj. Dështojmë absolutisht në përditshmërinë dhe vërtet nuk shohim gjërat që duhet parë. Disa Luan mund të refuzojnë një ofertë, njohje apo mundësi pune vetëm sepse janë bërë mosbesues ose nuk ju duket perfekte. Këtu duhet të keni kujdes. Duke parë vetëm çfarë mungon, po harron çfarë ke përpara. Nuk ka njeri në këtë rruzull që nuk I mungon diçka. Njëra apo tjetër, absolutisht. 100% nuk jemi asnjë të plotësuar, të dashur Luan. Por duhet ta bëjmë që të mund të arrijmë të afërmen, më afër asaj që duam. Të shikoni çfarë po mbisni duke refuzuar me një farë mënyre apo frika nga zhgënjimet apo mosbesues të mëdhenj. Në dashuri dikush mund të mundohet të afrohet me ty, por ti mund të jesh emocionalisht I ftohtë ose I painteresuar sepse ende ke mendjen te e kaluara apo zhgënjimet, siç thashë, gjithë I kemi, por kjo nuk do të thotë që të arsyeton dhe të humbasësh gjëra të bukura që po të vinë, Luan. Në punë, në jetën praktike, kjo letër kërkon të dalësh nga rutina, një lloj depresioni që po e fut veten, apo mos kënaqësie dhe të mos presësh që motivimi të bjerë nga qielli, Luan. Këshillën që mund t'ju jap këtu është shumë konkrete. Provo diçka ndryshe, ndrysho rutinë, ambient, mënyrën si reagon, sepse nëse vazhdon njësoj, do të marrësh të njëjtat rezultate. Dhe këtu duan me sido që të jetë, megjithatë të ndryshojnë rezultatet, por nëse ti nuk I pranon, nuk ndryshon asgjë.